Një pjesë rreth 566 miliard metrave kub gaz natyror të zbuluar në ujërat e Çipros mund të dërgohet në treqet evropiane, duke nisur nga viti 2027, deklaroi presidenti shqipriot. Sipas tij, sasia e parë që mund të eksportohet do të vijë nga vendburimi Kronos, që operohet nga konsorciumi mes kompanisë italiane Eni dhe kompanisë franceze Total Energies. Presidenti shqipriot tha se vendimi përfundimtar për vazhdimin e projektit pritet të merret vitin e ardhshëm, ndërsa gazi nga Kronos mund të dërgohet në impjantin e përpunimit në portin egjiptian të Damiatas për të lëngëzuar dhe dërguar me anije drejt Evropës në vitin 2027. Çipri është pjesë e zgjidhjeve për sigurinë energjetike në mesdheun lindor. Është helbësore të harmonizojmë interesat tanë me ata të shteteve të fuqishme dhe të veprojmë si një korridor alternativ energjie për Evropën, u shpreh ai. Ministria e Energjisë njoftoi se gazi natyror nga vetë burimi i Kronos mund të arrijë më shpejt në treg për shkak të infrastrukturës ekzistuese që lidhet me depozitën egjiptiane Zor rreth 80 kilometra larg. Burimi zyrtar shtuan se objektivi për fundin e vitit 2027 është optimist por i realizueshëm. Gjithashtu planet për eksportimin e gazit nga një tjetër vend burim shqipriot, Afrodit, përfshin vendosjen e një impjanti të lundrueshëm për punimin mbi rezervuar. Aty hidrokarburët do të shndrohen në gaz të thatë që do të dërgohet drejt për drejt te konsumatorët në Egjipt. Gazi i përpunuar më pas do të çohet drejt një impjanti pranë portit Said në Egjipt dhe në varësi të marrëveshjes mes Çiprës dhe operatorit të vendburimit, do të përdoret për konsum të brendshëm egjiptian dhe do të lëngëzohet për eksport në Evropë.